sa është e nevojshme të jetë trupi i dehidratuar pra në këtë kohë, duke di që dhe dimrit konsumojmë ujë për më shumë verës na duhet? Si thash pra edhe ma herët, pra gjatë periudhës së verës se ne largojmë një sasi më të madhe të ujit, të mahën të djersës edhe mahën të frymarrjes edhe për këtë arsye ne duhet që të marrim një sasi më të madhe të ujit. Zakonisht personat duhet të marrin 2 deri në 3 litra ujë në ditë, mirë po në qoftë se si thash edhe ma herët kanë ndonjë aktivitet fizik apo thjesht kanë kontakt me nxehtësinë e madhe, atëherë duhet të marrin një sasi më të madhe të ujit. Kjo vlen edhe për personat me sëmundje kronike, të cilat duhet të kemi parasysh dhe persona të cilat kanë sëmundje të zemrës dhe të veshkave, ata duhet të marrin një sasi të konsiderueshme të ujit në mënyrë që t'i parandalojnë edhe komplikimet e mëndshme që mund t'i kenë gjatë kësaj periudhe. E dim që gjatë kësaj kohe të verës kemi edhe helmime të shumta, ashtu po themi kemi raste të ndryshme në përqendrat klinike universitare të Kosovës, por edhe tjera pjesë të Kosovës që po shkojnë në QKUK që ta kontrollojnë veten. Sa është e nevojshme që të rrim gati ushqimeve që ne i konsumojmë? Duhet të kemi parasysh shumë gjëra gjatë periudhës së verës në mënyrë që të parandalojmë këto helmime të cilat janë të shumta gjatë kësaj periudhe. Së pari duhet të kemi kujdes në higjienën e ushqimeve, siç është periudha e verës dhe i nxehtit, pra është një terren shumë i përshtatshëm për rritjen e bakterjeve. Prandaj marrja e ushqimeve të cilët kanë një nivel higienik të duhur është shumë e rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Mandej duhet të kemi kujdes për zgjedhjet e ushqimeve. Duhet për shembull jo ushqime të cilat prishen lehtë. Duhet të marrim ushqime të cilat pra kanë një qëndrueshmëri më të gjatë. Nuk duhet të hajmë ushqime të cilat nuk janë të ruajtura në frigorifer. Jo më shumë se 2 orë, nëse është larguar nga frigoriferi, nuk duhet ta konsumojmë në mënyrë që t'i parandalojmë këto helmime për shkak të rritjes së bakterjeve që mund të bëhet në to. Prandaj është shumë e rëndësishme përzgjedhja e ushqimeve dhe ruajtja e tyre gjatë periudhës së verës në mënyrë që t'i parandalojmë këto helmime.